E ke menduar ndonjëherë sa e çuditshme është bota ku jetojmë? Ja 20 fakte të vërteta që do t'ju bëjnë të shikoni tokën ndryshe. Një në çdo sekond, Rufeja godet tokën mbi 100 herë. Pema më e vjetër në planet ka mbi 5.000 vjet. Ndodhet në Suedi dhe quhet Oltiko. Në Japoni ka një ishull të mbushur vetëm me mira lepujt e egër që jetojnë të lirë. Në vendin më të thatë në botë, Atacama Desert në Kili, nuk ka rënë shi për 400 vjet në disa zona. Deti i vdekur është aq i kripur sa nuk mund të mbytesh dot. Disa re peshojnë mbi 500 ton, por qëndrojnë në ajër për shkak të shpërndarjes së lagështisë. Në Australi ka më shumë kangurë se njerëz në disa rajone. Në qytetin Venecia, çdo vit ai zhytet me një 2 mm për shkak të ujrave. Saharaja është shkretira më e madhe. Dikur ka qenë pyll tropikal me lumej në Antarktidë ekziston një ujvar e kuqe, e quajtur Blood Falls, për shkak të mineraleve të hekurit. Në Gjermani ekziston një autostradë pa asnjë limit shpejtësie. Në Brazil, në pyllin Amazon, jetojnë mbi 400 miliard pemë. Në SIHB ka më shumë shkopinj golfi se spitale. Në Rusi ndodhet liçeni më i thellë në botë, Baikali, me më shumë ujë të ëmbël se çdo liçen tjetër. Bletët mund të njohin fytyrën e njeriut, po janë aq inteligjente. Në vitin 2023, Kina prodhoi më shumë beton në 3 muaj se sa SIHB në 100 vjet. Në det ekziston një zonë pa jetë ku oksigjeni është zero. Asnjë qenie nuk mund të mbijetojë. Në vitin 1883, shpërthimi i vulkanit Krakatoa u dëgjua 4.800 ka larg, zëri më i fortë i regjistruar ndonjëherë. Në Oqeanin Paqësor ndodhet një ishull plastike me madhësi sa Franca, Spanja bashkë. Dhe fakti i fundit, çdo minutë më shumë se 2000 rufe godasin planetin ton ndërsa ne po flasim. Bëj like edhe subscribe për më shumë video si kjo.